Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Mbushen 35 vjet nga lëvizja studentore, protesta e të rinjve në vitin 90 kulmoi me rrëzimin e shtatores së diktatorit dhe shembjen e regjimit komunist. Shpallet në kërkim një tjetër person për vrasjen e biznesmenit Mondi Mohallan Elbasan, 35 vjeçari dyshohet se mund të jetë porositësi i krimit. Spektakli Albania's Got Talent hyn në fazë të re. Sot në mbrëmje gjysmëfinalja e parë në ekranin e Vision Plus, gara mes konkurrentëve bëhet më e fortë. Vjen të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Në 35 vjetorin e lëvizjes studentore që solli rrëzimin e diktaturës komuniste, janë kujtuar ata që u bën protagonistët kryesor të protestave. Partia Demokratike ka nderuar një nga themeluesit e saj, Azem Hajdarin, i cili ishte mes organizatorëve të lëvizjes. Në këtë 8 dhjetor, biri i tij ka treguar detaje nga momentet e tensionuara të vitit 1990. Partia Demokratike si çdo 8 dhjetor nderoi lëvizjen studentore që rrëzoi diktaturën komuniste dhe një prej figurave kryesore të asaj lëvizje, Azem Hajdari. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, dy djemtë të Azem Hajdarit, student të lëvizjes së dhjetorit, u përkulën para monumentit të liderit të studentëve në shenjë respekti ndaj një lëvizje që ndau epokat në Shqipëri dhe i dha fund shtypjes së izolimit të shqiptarëve. Djali Azem Hajdarit, i cili mban emrin e tij, e ka lindur pak muaj pas vrasjes së babait, deklaroi se Azemi ishte i vendosur të ngrihej kundër komunizmit, pavarësisht se sa të vogla ishin mundësitë përfitore në ato kohë. Azemi ishte me konceptin që frika nuk ndalon as vdekjen dhe as humbjen, por frika mund të ndalojë fitoren dhe frika mund të ndalojë jetën. Djali Azem Hajdarit rrisoi disa prej momenteve më të tensionuara të lëvizjes së studentëve në ato ditë dhjetori të vitit 90 për të shpjeguar rolin e babait të tij në vendosjen e pluralizmit në Shqipëri. Dhe në ditët kur kaosi i momentit që solli kjo situatë dhe studentët u konfuzuan pak nga që ishin shumë njerëz, ishte shumë situatë impulsive. Studentët nuk po dilin nga drejtoheshin te pjesa që ku e dim ne që ti je me ne dhe ti mbron realisht interesat tona, dhe aty babai im hypi një shkallë më lart, duke u kapte xhupat e shokëve të tij dhe la garant fëmijët e tij, Kirin dhe Rudinën, motrën dhe vllajën tim, duke i thënë që unë lë garant fëmijët e mi janë aty, nëse unë ju tradhtoj juve, unë kam tradhtuar fëmijët e mi. Pak ditë pas lëvizjes së studentëve, në 11 dhjetor të vitit 90 do krijoi Partia Demokratike. E kryetari i saj i parë do të ishte Azem Hajdari. Por liderin historik të demokratëve, Azem Hajdari dhe studentët u sollën shqiptarëve lirinë. Ndaj sot mbarkombi shqiptar nderon 8 dhjetorin si datën më të rëndësishme gjeratëherë në historinë e lirisë së tij pas shpalljes së pavarësisë së vendit. Me 8 dhjetor të vitit 1990, studentët liberator, engjujt e demokracisë, siç do t'i thrisnin ata, njerëzit më të shtypur të Europës, të udhëhequr nga prisi i tyre legjendar Azem Hajdari. Por 8 dhjetori që solli rrëzimin e regjimit komunist është nderuar sot nga të gjithë krerët e shtetit dhe drejtuesit e partive politike, të cilët vlerësuan rolin e studentëve. Protesta e dhjetorit të vitit 1990 që kishte si motiv ndërprerjen e energjisë në qytetin Studenti, kulmoi me rrëzimin e shtatores të diktatorit Enver Hoxha. Ky moment i hapi rrugën ndryshimit të regjimit në Shqipëri pas disa dekadash të izolimit të plotë. Prej mbarimit të luftës së dytë botërore deri në dhjetorin e vitit 1990, diktatura komuniste vrau më shumë se 6.000 shqiptar dhe ende sot qindra prej tyre nuk dihet ku janë varrosur. Një diktaturë që për arsye politike futi në burg rreth 35.000 shqiptar, për të cilëve 984 humbën jetën në qeli, ndërkohë që mijëra familje u internuan. Kundër kësaj diktature u ngritën në dhjetorin e vitit 1990 studentët, duke nisur një lëvizje që çoi në rrëzimin e regjimit komunist dhe vendosin e pluralizmit në Shqipëri.
Revolta e tyre nisi nga qyteti Studenti së pari me kërkesa ekonomike. Mbrëmjen e 8 dhjetorit, studentët u ngritën në protestë në qytet për shkak të një defekti në kabinën elektrike dhe ndërprerjes së dritave. 10 të rinj dolën nga godina dhe protesta nisi nga ambientet e qytetit Studenti, ku një prej figurave që spikati ishte Azem Hajdari. Atë mbrëmje protestuesit u nisën drejt qendrës së Tiranës, por u bllokuan nga policia. Për shkak të situatës, një përfaqësi prej 14 studentësh u takua me presidentin atëhershëm Ramiz Alia në një nga sallat e korpusit qendror të universitetit, ku parashtruan kërkesat e tyre me karakter ekonomik. Ky takim nuk e zgjidhi situatën dhe protesta e studentëve vijoi në sheshin e qytetit Studenti, i cili sot mban emrin Sheshi Demokracia. Më 11 dhjetor në mbrëmje, në takimin e zhvilluar në Pallatin e Brigadave mes studentëve dhe Ramiz Alis, ky i fundit pranoi vendosjen e pluralizmit politik në Shqipëri. Pak orë më vonë u krijua Partia Demokratike me kryetar Azem Hajdarin, duke shënuar fundin e sistemit një-partiak në vend. Edhe pas vendosjes së pluralizmit, betejë studentëve kundër diktaturës komuniste vijoi. Në 18 shkurtin e vitit 1991, një grup prej 723 djemë dhe vajza nisën në qytetin Studenti një grevurie për të tërhequr emrin e diktatorit Enver Hoxha nga Universiteti i Tiranës. Në 20 shkurt të po atij viti, qytetarët e Tiranës u bashkuan me studentët dhe rrëzuan monumentin e diktatorit Hoxha në qendër të kryeqytetit, duke i dhënë kështu goditën e fundit një regjimi që persekutoi shqiptarët për 45 vite. Në 17 dhjetor, në Bruksel do të mbahet samiti i radhës i Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Ky takim i nivelit të lartë, i cili mbahet për të 4-tin vit radhazi, do të zhvillohet në prag të mbledhjes së Këshillit të Fundit Evropian për këtë vit. Malizi dhe Shqipëria shkojnë në këtë samit me afate të përcaktuara për anëtarësimin në BE, përkatësisht vitin 2028 dhe 2029, si vendet pararoj që pritet t'i bashkohen Unionit. Takimi i 17 dhjetorit pritet të përqendrohet në gjetjet më të fundit të paketës së zgjerimit 2025. Gjithashtu, plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor prej 6 miliard eurosh do të zërë vend qendror, i konsideruar gjërësisht në Bruksel si një nga mjetet më efektive për afrimin e rajonit me BE-n, si ekonomikisht, ashtu edhe në aspektin e reformave. Hetimet për vrasjen e biznesmenit në Elbasan pak ditë më parë kanë nxjerrë në dritë një tjetër emër. Bëhet fjalë për një sipërmarrës 35 vjeçar, i cili kishte konflikte me viktimën. Ai dyshohet se mund të ketë porositur ekzekutimin dhe më pas është larguar nga vendi. Një tjetër person është shpallur në kërkim nga policia e Elbasanit, i dyshuar për vrasjen mafioze të biznesmenit Mondi Mehalla, i cili u ekzekutua brenda automjetit sapo doli nga karburanti në pronësi të tij mbrëmjen e 30 nëntorit. Oklid El Owejdi, i njohur me mbiemrin Dalipi, është në kërkim nga blut pasi emri i tij doli në skenë pas dëshmisë e dhënë nga Naldi Gjini. Ky i fundit u tha hetuesve se El Owejdi, së bashku me Armando Kole, Nevzat Spahon dhe Marcelo Aranin, ishin persona që kanë marrë makinën tip Audi, mjet i cili u përdor në vrasjen e Mehallës. Ende nuk dihet se cila është lidhja që hetuesit kanë dyshime për 35 vjeçarin në lidhje me vrasjen, por burime bëjnë me dije se ai ka patur një konflikt me viktimën disa ditë përpara ngjarjes. Edhe pse janë bërë kontrolle, Oklid El Owejdi nuk është gjendur dot dhe policia ka dyshime se është larguar jashtë Shqipërisë në mënyrë ilegale. Në kërkim vijojnë të mbeten gjithashtu Marcelo Arani dhe Armando Kola. Edhe me Aranin burime shprehen se viktima ka patur përplasje të ashpër përpara atentatit. Nevzat Spahun, një nga 3 personat arrestuar, është një pikë e fortë për grupin hetimor, por ky i fundit nuk ka pranuar që të flasë. Ka dyshime të forta se ky i fundit të jetë qitësi, por ende e paprovuar nga policia. Kanë qenë kamerat e sigurisë që kanë filmuar makinën tip BMW, e cila ka lëvizur në fshatin Merak sapo është djegur mjeti tip Audi që u përdor në krim. Ndaj policia ka dyshime se ai mund të jetë personi që ka qelluar me armë ose ka ndihmuar autorit për t'u larguar. Ndërkohë të arrestuar për këtë krim janë dhe Gino Ago, ortaki i Mondi Mehallës, si dhe roja e karburantit Kujtim Pisha. Një ngjarje e rëndë ndodhi paraditën e kësaj të hëne në Vlorë, ku një 53 vjeçar është goditur me thik pas një konflikti. I plagosur mbeti Blerim Lena, i cili është dërguar në spital, i shoqëruar edhe nga policia. Ndërkohë, si autori i ngjarjes është identifikuar Klevi Salilaj, 36 vjeç.
53 vjeçari Lena është në gjendje stabël jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë 36 vjeçari Klevisa Lilaj është arrestuar dhe dërguar në ambientet e Komisariatit të Policisë Vlorë për t'u marrë në pyetje. Konflikti mes dy personave dyshohet të kenë ndodhur për motive banale. Spektakli më i ndjekur i talenteve ka hyrë tashmë në një fazë të re, nga sonte në mbrëmje në ekranin e Vision Plus startojnë netët gjysmëfinale, ku gara mes konkurrentëve do të jetë e fortë. Sonte skena Albania's Got Talent ndizet me emocionet e netëve vendimtare, teksa 10 konkurrentët e parë të përzgjedhur nga juria do të ngjiten në gjysmëfinalen e parë për të provuar se meritojnë një vend në finalen e madhe. Të gjithë kanë talente të ndryshme, zëra të rinj që kanë befasuar jurin, kërcimtar që kanë qarë skenën me energji, iluzionist që kanë rëmbyer audiencën me surpriza, e deri tek artistët e artit të rrallë që kanë bërë publikun të heshtë në pritje. Sot, secili prej tyre do të ketë vetëm pak minuta për të bindur jurin, por edhe publikun i cili është bërë gjithnjë e më kërkues pas çdo episodi. Elsa Lila, e cila ju bashkua kastit të jurisë edicionit të dytë të Albania's Got Talent, rrëfen emocionet e këtij rrugëtimi. Jam markëtuar shumë dhe mbi të gjitha kam marrë shumë shpresë që po rritet një brez brillant. Audicionet mbaruan, ka qenë një rrugëtim i gjatë dhe shumë i bukur, dhe sonte nisim një fazë të re, gjysmëfinalet, kur rrethi ngushtohet realisht pasi kanë kaluar element shumë të mirë. Jemi munduar dhe do të mundohemi të jemi objektiv edhe në këtë fazë, të ndjekim me realitet ato që çdo konkurrent do të na japi në atë moment në skenë. Juria pritet të jetë më e vendosur se kurrë. Në këtë fazë të garës, mendimi i tyre bëhet vendimtar. Vetëm 2 artistë do të sigurojnë kalimin e drejtë për drejtë në finale. Debatet, komentet e tyre profesionale dhe momentet e tensionit në panel pritet të krijojnë dinamikën e zakonshme që ka shoqëruar këtë format. Gjysmëfinalja e parë nuk është thjesht një natë spektakli, por është një garë për ëndra. Sonte, Albania's Got Talent premton një mbrëmje të fortë, të gjallë dhe plot surpriza, ku talenti shqiptar dhe jo vetëm vjen në të gjithë format e tij. Ndaj të gjithë syt janë drejt skenës në orën 21 vetëm në ekranin e Vision Plus. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë, mirëpafshim.